2010. Gjatë 72 orëve, zonja dhe zotëri, të kaluara jam linçuar dhe kërcënuar nga grupe të organizuara në Kosovë dhe jashtë vendit. Dua ta theksoj një gjë të tillë. Më kërcënuan me jetë dhe me familje, më linçuan në format më brutale dhe me përqasje shpesh herë antisemitiste. Më etiketuan si argat i së keqës, ndërsa thanë se me punën që po bëja, po veproja sikur të merrja anën e Serbisë në raport me Kosovën gjatë luftës së vitit 1999. Zona o zotëri, dua të theksoj një gjë me shumë rëndësi. Familja ime sistematikisht ka qenë e persekutuar, mu nga Serbia e Miloševićit, ndërsa babai im, krahas faktit që ka qenë i kidnapuar e i burgosur politik, ka qenë i detyruar të braktisë shtetin e sotëm, sepse atëherë se kishim, për të kujdesur për familjen e për të vazhduar kauzën për liri në fushën e gazetarisë. Pikrisht, unë jam gjenerata e dytë e gazetarëve në familjen time. Nuk u përgjigja në linçin dhe akuzat e atyre në për rrjetet sociale, por po e shfrytëzoj këtë moment për të dhënë një përgjigje para jush. Këtu dua të jemi qartë. Ishin vetë izraelitët, ata cilë ndihmuan kosovarët, mu gjatë luftës së vitit 1999, duke tentuar të japin ndihmesën për të parandaluar një holokaust të ri në mes Evropës. Këtë nuk duhet të harrojmë asnjëherë. Shqiptarët nga Kosova, Shqipëria dhe viset tjera ndihmuan hebrejt gjatë periudhës së holokaustit. Zona o zotëri, këto fakte për cilën në dokumentar. Kjo është një dhimbje që nuk harrohet. Këto janë vetëm disa nga detajat cilat duhet t'i di publiku ynë. Kjo është përgjigja për linçuesit publik. Dhe pavarësisht kërcënimeve, unë nuk do të ndalem ta kryej punën time prej gazetari. Dhe më lejoni që mos ta zgjas shumë këtë pjesë fjalimit me respektin më të madh ndaj jush, dua të falenderoj gjithë ata që kanë kontribuar në realizimin e këtij dokumentari. Falenderoj shumë Prekën, Prek Karaçin për punën fantastike. Falenderoj Shqipe Vision për dedikimin e jashtëzakonshëm në produksion. Këto duartrokitje me të vërtet i meritojnë. Falenderoj kompozitorin, mikun tim Agron Shalën për muzikën origjinale. Krenar Bajqinovsin për montazhin dhe postproduksionin. Afrodita Lukajn për ndihmesën e Enis Vidishiqin për grafikën. Lejoni një dedikim të veçantë, një falënderim të veçantë për legjendën e fotografisë, maestron Hazir Rekën, për fotografitë e luftës Kosovës, që na huazoi t'i përdorim në dokumentar.